Përshëndetje të gjithëve. Sot kam një pyetje për ju. A është më i ngrohtë Kojshia apo partia? Qa po këshirë vegani qa po? Unë jëm Fisi edhe kjo është Shnash. Në kohë zgjedhjesh shqiptarët luajnë prej menve. Koha e zgjedhjeve është vetëm kohë ku shqiptarët i kanë dy siklete. I pari është çush ka bë para i Kojshia edhe e dyta është kujna po ja votën Kojshia. Këtë sikletin e parë e kena edhe zakonisht, kështu normal. Për shkak të polarizimit të skajshëm si shoqni, në ditët e sotme partia o bosja të pjallta që i rujna për musafer. Krejti kena kërkujna si vin kur gjë. Sot partitë politike përçojnë edhe të papërqashmen. Nëse ditëve të sotme shkon te dojt, mo nuk thojnë ta posh bobën në qytet i kishi surra mboth. Tashti thojnë për kam po voton surra. Në anën tjetër, lidhja me Kojshin, të cilën ky popull i traditës ta thin të e përmen, ka hup. Lidhja me Kojshin ka hup se mo kërkush nuk e lyp sakicën. Kua sakica? Në kryja kja qyqe. Me thonë të vërtetën, krejt e kanë shti nxejmen me rrymë. Në vend se traditat e kaluara të merrin forma moderne. Për shembull, nëse dikujt ty në herja ke lyp sakicën, sot mësh mja lyp pazurdin e vajrlesit. Pra në vend se traditat të zhvilloheshin në këtë mënyrë, ato sot kanë hup krejt. Pse? Se unë edhe një Kojshi jemi menojna ndryshe për dy parti të ndryshme. Ama kujdes këto, unë edhe Kojshia jam menojna ndryshe, por nuk do me thonë që dim na i sem për ato parti. Apo fitojna, kishe me ty jën partinë. Rrjedhimisht, gjatë bisedës politike midis meje dhe Kojshisë tem, ma let më nëshmenina i grësh se na argument mirëqen. Pa kort nolesh me menu, nashta edhe që shtojnë atë marun genetikisht vlena. Edhe kujdes, genetikisht është fjallë, nuk është parti, se po gutesh me shku mja u dhon votën me njëherë. Auf Wiedersehen.